Një punëtor në një fabrik peshku të ngrirë përjetoi një ngjarje që nuk do ta harroj kurrë. Gjatë turnit të tij, ai u bllokua aksidentalisht brenda frigoriferit industrial. I dëshpëruar, bërtiti për ndihmë, por turni kishte përfunduar dhe fabrika ishte plotësisht e boshatisur. Ndërsa i ftohti i pushtoi trupin, ai e kuptoi se fati i tij ishte i vulosur. Kur çdo shpresë duke e humbur, ndodhi diçka e papritur. Dera u hap dhe roja e sigurisë e shpëtoi në momentin e fundit, duke e shpëtuar nga një vdekje e sigurt. Të nesërmen menaxheri i tronditur nga ajo që kishte ndodhur e pyeti rojen si e kuptove që ai ishte ende brenda dhe nuk kishte dalë bashkë me të tjerët. Roja u përgjigj me thjeshtësi, por me domethënie të thellë. Ndër të gjithë punëtorët, ai ishte i vetmi që më përshëndeste çdo ditë. Gjithmonë më buzëqeshte dhe më pyeste si isha. Atë natë vura re mungesën e tij. Nuk e dëgjova zërin e tij dhe nuk e pash buzëqeshjen e tij. Dija që diçka nuk shkonte ndaj fillova ta kërkoja dhe e gjeta. Një akt i vogël mirësie mund të bëjë diferencën midis jetës dhe vdekjes.